flasim vazhdimisht për rëndësinë e festës së Bajramit. Gjithashtu gjitha ato pra që nënkuptohen pse zakonisht njerëz e përzihen kur flasim për Bajrami i Madh, Bajrami i Vogël, kur vije ky pas Ramazanit e konsiderojnë si Bajrami i Madh pas agjerimit, por pse ndodhin këto, cili është dallimi, gjithashtu edhe për mënyrën e festimit të Bajramit, ditëve të sotme. Gjitha ato pra të flasim në studio me teologun të ne kam këto Fejm Dragusha. Dragusha, mirëmëngjes dhe faleminderit shumë që jemi. Mirëmëngjes dhe faleminderit shumë për ftesën. Po nisim pra fillimisht për rëndësinë e fitër Bajramit, pra cila është rëndësia e fitër Bajramit për besimtarët musliman? Po fillimisht Zoti pasi që e ka bërë obligim agjerimin e Ramazanit, siç ka ardhur në Kur'an që kemi përmendur gjatë muajit Ramazanit që ju ka drejtuar besimtarëve me thirrjen ju që keni besuar, vërtet agjerimi është bërë obligim ashtu siç ka qenë obligim edhe për të tjerët gjenerata që kanë qenë para jush, në mënyrë që përmes këtij rituali, përmes këtij agjerimi ju të afroheni te Zoti dhe të jeni me të nështruar, është një festë, është një gëzim që do të thonë edhe dita sot që është dita e gëzimit quhet, do të thonë Eid në gjuhën arabe ose Bajram në gjuhën turke ose shqip dita e gëzimit, pse është e rëndësishme sepse të gjithë i gëzohen një marrje së shpërblimit gjatë asaj sakrifice 30 ditore e nështrimit ndaj Zotit, falja namaz të ravive, zgjimin e syfër dhe përbën një gëzim të madh gjithashtu edhe për një shtresë të varfërve të cilët nuk kanë mundësi ose nuk kanë pas mundësi, domethënë që të shehen si duhet gjatë Ramazanit për Bajram. E kemi edhe për atë quhet edhe Bajrami i Fitrit, sepse në fund të Ramazanit nxirret Sadakatul Fitri ose i bie shuma e një iftarit që ke ngrënë gjatë 30 ditëve, i detyrohesh me nxirr një Sadakatul Fitr ose një shumë të hollave, edhe me atë shumë ti vetëm se ke ushqy një të varfër. Domethënë gëzohet edhe i pasuri edhe i varfëri. Dhe në këtë ditë nuk lejohet as agjerimi, edhe nëse ka ndodhur që dikush e ka prish agjerimin me arsye dhe duhet me kompenzu, në këtë ditë ka vetëm gëzim, për shkak se është një ditë që atë sakrificë që është bërë gjatë atyre ditëve, secili ndjen kënaqësinë që është afruar te Zoti edhe e ndan gëzimin së bashku me anëtarët e ngushtë të familjes. Po, dhe Zoti Dragusha, pse njihet si Bajrami i Vogël kështu? Është më shumë si term kulturor apo term fetar? Sa i përket kësaj, domethënë në literaturën islame nuk kemi diçka të tillë, njihet në popull jon, domethënë këtu në Ballkan, për shkak se që më kalon në studio dhe në vende ndryshme, ata njohin si Bajrami i Fitrit, edhe Bajrami i Kurbanit, domethënë kur themi Bajrami i Kurbanit ose Kurban Bajrami, është për qëllim se është Bajrami kur përfundon haxhi, dhe nëse shoqërojmë nga prizmi fetar, Bajrami i madh është ai pas përfundimit të haxhit, e jo ky domethënë pas përfundimit të Ramazanit, po sido që tjetë te Zoti domethënë janë të njëjtë, edhe për nga shpërblimi edhe për nga pesha, mirë po kanë mbetë kështu të në popull si Bajrami i madh, për shkak se 30 ditë sakrificë normal është më e gjatë se sa 2 javë ose 3 javë që haxhilerët i kalojnë ose pelegrinët në vendet e shenjta. Prandaj vetëm te populli shqiptar, mund thëmë edhe te bosnjakët, përmendet ose bëhet kjo ndarje, përderisa pejgamberi sa kur ka treguar për festat, ka treguar që domthonë një festat tona që kemi Bajramin, ditën e xumë, nuk i ka do me si themi gëzim i madh ose gëzim i vogël, sepse tash ne dëshëm apo nuk dëshëm, për shkak të domethënë të perandorisë osmane kanë mbetur terme dhe i themi Bajram. Tash mi thon diku sot është dita e gëzimit, nuk tingëllon se sot kur ti thosh ti është dita e Bajramit. Po. Për shkak se me shekujt e tërë është përdor ky term. Domethënë është ditë gëzimi, janë disa ditë që besimtarët i gëzohen, i shtojnë vizitat e tyre dhe vendi ku kemi studiuar për shembull është një karakteristikë me përmend se në kalendarin islam, domethënë ky muaj quhet Ramadan ose Ramazan. Pas Ramazanit është Shawali. Domethënë 30 ditë ku i kemi edhe 6 ditë që është sunet ose traditë profetike me agjeru, ndërsa në ato vende të Azisë Juglindore i tërë muaj Shawal, domethënë 30 ditë ata e festojnë ose ndojnë këtë gëzim. Me një fjalë 30 ditë pas Ramazanit e festojnë festën e Fitr Bajramit.
Dhe jemi rikthyer këtu sërish në studio dashur miq, dhe përmenda pra edhe më herët që do të flasim lidhur me një temë goxha të ndjeshme. Do të flasim për shëndetin mendor, para që diskutohet shumë pak, por që realisht mund të themi që është baza e gjithçkaje. Do të flasim për ankthin, do të flasim për stresin, për gjitha këto që shkaktohen pastaj si rrjedhoi e moskujdesit që ne i shkaktojmë pra lidhur me vetës tonë, lidhur me shëndetin mendor dhe mos kujdesjen për shëndetin mendor. Ashtu, sepse ne jemi mësuar që gjërat që i shohim, gjërat fizike, kur nuk jemi mirë fizikisht, shkojmë tek mjeku dhe kërkojmë ndihmë, varësisht se ku kemi probleme, por sa i përket mendjes, sa i përket gjendjes brenda e gjendjes tonë emocionale, shumë pak i kushtojmë rëndësi dhe i tejkalojmë sikur të mos jenë goxha të rëndësishme, por mund të themi që çdo gjë nis aty. Çdo gjë që pastaj tutje mund nis aty. A mund të arrijmë deri tek problemet fizike si pasojë e gjendjes emocionale? Do flasim për gjitha këto me psikologën Urtina Ajdini Sopë, cilën e kam në studio. Urtina, mirëmëngjes, faleminderit shumë që jemi ne. Mirëmëngjes, Arta, ishte kënaqësi. Po e nisim, Urtina, pra këtë pjesën e shëndetit mendor në përgjithësi. Pra, sa i kushtojmë rëndësi sot shëndetit mendor? Po, pjesa e shëndetit mendor është një pjesë në shumë dimensione që përfshin. Mire përmende që shpeshherë gjatë ankesave të fizike apo që ka të bëjë me aspektin e shëndetit fizik, reagojmë shumë shpejt, bëjmë kontrolla dhe i vrejmë simptomat në mënyrë më të dukshme. Por ne nuk mund të kemi as shëndet fizik pa pasur një stabilitet emocional apo një shëndet mendor në përgjithësi, sepse është kjo pjesë integruese e shëndetit ose mirëqenies së përgjithshme. Sot kjo pjesa se sa i kushtojmë rëndësi shëndetit mendor është shumë individuale, varet prej shumë faktorëve të kohës, faktorëve kulturore dhe social që jemi, por na e vrejmë që me sado që kemi përparim në aspektin e zhvillimit të teknologjisë apo aspektit ekonomik, me krahasu me kohët më herët, na mund të themi që po shkojmë drejt rëndesave, ndoshta të themi në aspektin e shëndetit mendor. Për shkak që gjithë kjo ndoshta temi jeta moderne e cila karakterizohet me një ritëm më të shpejtë. Kjo ka të bëjë ose përkthehet në një stres të vazhdueshëm ose kërkesat në jetës përditshme kemi shumë më të mëdha që merren edhe si presione, diçka që ndikojnë me pas edhe një stres kronik, stres të vazhdueshëm, i cili shpihen edhe në shumë ose më thonë është kontribuesi në i shumë çrregullimeve të shëndetit mendor, siç e cekë po ashtu i stresit, çrregullimeve të ankthit, po ashtu dhe çrregullimeve të depresionit. Po, Urtina, sa i përket krahasimit, pra a flitet sot më shumë, a i kushtohet sot më shumë rëndësi shëndetit mendor se më parë? Sot dëgjojmë tema shpesh që bisedohet, flitet hapur, po tentohet, ndoshta më saktë themi, me fol ose mi thyq ato barrierat e stigmave rreth shëndetit mendor, por për kësaj që i përmenda, ndoshta shumë faktorëve të cilët sot kemi, të cilët e rëndojnë shëndetin mendor, ndoshta është e pakt vetëm të flasim, është e pakt mënyrën ose stilin e jetës se si ne e paraqesim ose e bëjmë për të pasur një shëndet më të mirë mendor. Me krahasu ndoshta me kohët më herët, është diçka që nuk është fol shumë, sidomos në vendin tonë, nuk është bisedu shumë në lidhje me shëndetin mendor, por mund të themi që kemi pasur një farë balanse, për shkak të ndoshta edhe të shumë faktorëve që sot po ndikojnë me u rëndu shëndeti mendor, kështu që sot duhet jemi shumë më të vëmendshëm me atë se si e kalojmë ditën, se si janë mendimet tona, si janë emocionet e tona dhe sjelljet e tona, diçka që e përfshin shëndetin mendor në përgjithësi. Po, pikërisht tek kjo, pra sa i përket ditëve të sotme, cilat janë, mund të them ashtu, pengesat apo sfidat më të zakonshme që përballen sot njerëzit? Unë mendoj që zhvillimi i teknologjisë ka bën një farë mënyre që ne të kemi shumë shoqëri apo qasje me shumë njerëz, do thot një farë lidhje virtuale, po në fakt që po kontribon me pas raporte më të varfëra, të qëndrueshme apo të shëndetshme fizike, raportet me të tjerë, kjo i ka varfëruar, ka bë do të thotë me pas ma shumë edhe me ardhjet e izolimi social, i cila është një mbrojtës i fuqishëm i shëndetit mendor.
do thot për shumë benefiteve që na sot mundemi mi cek me zhvillimin e teknologjisë që kemi edhe apo rrjeteve sociale, por kjo sot konsiderohet si një ndër faktor të kyç që po ndikon me ul vetvlerësimi, me pas ma shumë presione, me pas marrëdhënie shoqërore shumë të varfëra, marrëdhënie të tilla të cilat kontribuojnë mirëqenien tonë. Sepse kontakte, raporte kemi shumë a shumë sot, mundemi me pas brana ditës me njerëz prej gjithë botës, por në fakt ajo nuk na kontribon asgjë në shëndetin mendor. Një ndër to është edhe aktiviteti fizik, për cilit sot ndoshta për shkak të shumë angazhimeve dhe presioneve që kemi si në aspektin e arritjeve apo lloj-lloj kërkesave që na sot kemi në jetën tonë, kemi shumë të pak të aktivitetin fizik, i cili është shumë e rëndësishëm për me pas një stabilitet apo një mirëqenie të përgjithshme, sidomos në shëndetin mendor. Po ashtu edhe identifikimi i emocioneve tona në përgjithësi është shumë, ndoshta me thonë, i varfër, për shkak që edhe ndihmën profesionale hezitojmë ta kërkojmë kur është e nevojshme. I marrim si të mirëqena shumë situata të vështira emocionale që na nuk di mi zgjedh, nuk di me u qas, kështu që ato ndikojnë edhe në performancën tonë apo në funksionimin tonë, e cila është një pasqyrë e shëndetit tonë mendor. Po, sa po ndikojnë kjo, Urtina, pra ritmi shpejt në kohët e sot me pra çdo gjë komunikimi, çdo gjë është bërë më shpejt, pra është bërë me një tempo krejtësisht tjetër. Sa ndikon kjo tek gjendja jonë emocionale? Po, them që ky ritmi i shpejt shpije në një stres kronik. Stresi kronik është që ajo që në mënyrë të vazhdueshme po bën një farë presioni në shëndetin tonë mendor, do thot po i sfidon vazhdimisht kapacitetet e tona me u ballafaqu dhe rrjedhimisht mundet edhe me sjellë edhe çrregullime të ankthit apo çrregullime depresive, çrregullime të cilat janë çdo herë në rritje si në popullatën tonë po ashtu në krejt botën. Kështu që ky ritmi i shpejt në fakt e ka edhe kostën e vet, e cila në shëndetin ton po përkthehet si një paaftësi apo mbi ngarkesë kapaciteteve tona me u ballafaqu me këto streset vazhdueshme. Po, dhe cilat janë disa nga shenjat e para që mund ta vrejmë që një person ballafaqohet me stres apo me lodhje emocionale? Pra, cilat janë ato që ne mund ta identifikojmë që dikush nuk është në gjendje normale, në gjendje stabile? Në përgjithësi, jeta jonë është normale me pas stres, se çdo përgjigje e obligimeve apo kërkesave të jetës për organizmin ton është paraqitet si një lloj sfide, por nëse në mënyrë të vazhdueshme ne këto kërkesa që i kemi të jetës ton i marrim me vështirësi, do të thotë gjejmë vështirësi në ballafaqimin me ato kërkesat jetës. Do të thotë çdo herë ne nuk jemi fleksibil me i zgjidh ato situata ditore, edhe kjo bëhet e vazhdueshme dhe ne nuk po identifikojmë të vetja çka është diçka që ne po shkojmë përtej asaj sa kemi mundësi, e kjo mundet me ndiku në mënyrën se si e bëjmë gjumin, shpeshherë nëse për periudha të gjata përcillet me mungesë të gjumit apo e kundërta, flajmë më shumë se sa zakonisht. Kjo përcillet po ashtu edhe me stilin e të ngrënit, ku shpeshherë kjo gjendje ndikon edhe mënyrën se si ne ushqehemi. Në këto raste zakonisht ka persona të cilët i evitojnë ushqimet apo nuk kanë apetit, apo në të kundërtën kanë apetit shumë më shumë se zakonisht. Ka raste kur e kemi të vështirë me pas raporte sociale, apo nuk na tërheq të kemi kontakte me të tjerë, gjithçka është sfiduese. Po ashtu edhe aktivitetet apo punë të cilat na i kemi bërë më herët, sot nuk na sjellin kënaqësi. Do thotë nëse për një periudhë të caktuar vazhdon e njëjta gjendje, na mund të themi që kemi telashe me shëndetin mendor, ku duhet të gjejmë mënyra apo alternativa se si me ju qas dhe përveç tjerave që ne mundemi me përmirësu të stili jonë i jetesës, gjithmonë është një opcion shumë i vlefshëm edhe konsulta me profesionist shëndetit mendor. Po, dhe sa i përket të gjithave këto, edhe teknologjia mund të themi që ka një rol te kjo, po flas pra për gjithë ato gjërat që dalin në TikTok, në rrjetet sociale dhe sa ndikon kjo tek të rinjt, Urtina, nëse flasim pra për çdo gjë që portretizohet tek ata përmes rrjeteve sociale?
Po, kemi diskutuar në fakt edhe herën e kalume këtë temë dhe ndikimin e teknologjisë në shëndetin mendor dhe që kjo rrjedhimisht lidhet edhe me krahasimet e vazhdueshme. Kjo do thotë edhe efekti më negativ i teknologjisë apo rrjeteve sociale që sot ka, sidomos te trit, për shkak të krahasimeve të vazhdueshme që ata pozicionojnë veten karshi atyre se çfarë shohin në rrjetet sociale. Kështu që kjo po kontribon me pas edhe një vetvlerësim më të ulët për shkak të mosnjohjes së aftësive të tyre, vlerave të tyre, por vazhdimisht është fokusi jashtë me u përqendru se çka kanë arrit tjerët, ku janë të tjerë dhe rrjedhimisht sjell vetvlerësim të ulët dhe pak kënaqësi me atë se ku janë sot. Kjo mund të themi që është një kontribues për shëndetin mendor dhe duhet në mas të madhe me evitu. Spaku që rrjetet sociale, teknologjinë, benefitet që i kemi t'i përdorim me qëllime të caktuara dhe jo ajo të na vërshoj në mënyrë të pakontrolluar se sot është bo një varësi e madhe që ndoshta si jemi edhe të vetëdijshëm se sa edhe si me përdor teknologjinë e rrjetet sociale. Krejt kjo ndikon mënyrën se si na mendojmë dhe si ndihemi. Po, dhe birështë kjo, Urtina, a krijon kjo dhe probleme si ankthi pastaj? Po, gjithsesi këto janë kontribues në shpirtjen e çrregullimeve të ankthit. Do thot prej këtyre ngarkesave, dyshimeve, vetvlerësimeve të ulta dhe mosnjohjen e vlerave tona, aftësive tona, ndikon që edhe me kohën nëse vazhdon një gjendje e njëjtë na me pas edhe çrregullime të ankthit. Apo vrejet kjo sepse me kalimin e kohës Urtina po përdoren më shumë rrjetet sociale dhe përmendën pra dhe krahasimet dhe çdo gjë tjetër, çdo gjë është bërë më shumë me fokus tek rrjetet sociale. Apo ndikon kjo më shumë apo janë rritur pra problemet me ankthin, problemet me depresionin viteve të fundit? Po, fatkeqësisht çdo herë në studimet që kryhen në lidhje me këto çrregullime, sidomos që kanë të bëjnë me ankthin dhe depresionin, shohim që numri i rasteve është çdo herë në rritje. Do të thotë përderisa na sot jetojmë në një kohë që shohim zhvillim të hapshëm të teknologjisë dhe rrjeteve sociale të lloj-llojshme, atëherë po e shohim edhe si një faktor i cili po kontribon në këtë gjendje. Po, dhe a ekziston pra edhe, sepse kur flasim çdo këto probleme, sa ka ndikuar pastaj kërkesa për rëndim, kjo forma e stigmës që kur i themi dikujt që po merr këshilla nga psikologu, po kërkon trajtim nga psikologu, sa është zbehur kjo ndër vite, kjo kërkesa për rëndim nga psikologu? Të them të drejtën, unë shoh një dallim shumë të madh në vendin tonë dhe në vende të tjera më të zhvilluara, përderisa në vende të tjera janë më të hapur për gjendjet e tyre emocionale, për eksperiencat e tyre jetësore, për punimin e ngjarjeve të tyre, traumave të tyre, edhe për të ardhur deri te një pranim i asaj se kush janë, çka janë. Do të thotë e shfaqin më hapur se sa në kulturën tonë, ku fal edhe të shumë emisioneve të tilla që promovohet, do të thotë është një qasje e mirë përderisa ka temat cilat diskutohen edhe në emisionet të tilla si ju, por prap mund të themi që stigma në lidhje me shëndetin mendor është e pranishme në shoqërinë tonë. Shpesh herë arsyetohen në mënyrën të lloj-llojshme çdo ankesë që mund të kemi në rrethin, në çdo moment që e shfaqim në një ankesë dhe në shoqërinë tonë, familjen tonë, shpesh herë na japet disa arsye të cilat kanë një farë arsyetimi, ndoshta kulturor në shoqërisë tonë dhe nuk është një qasje e drejtë me profesionistin, do të thotë kur është nevoja. Po, dhe si mund ndryshohet apo sa mund të bëhet në këtë aspekt që të ndryshohet kjo Urtina, sepse nëse po themi pra dhe po diskutojmë që ka me përdorimin e rrjeteve sociale, po ka rritje të rasteve me ankth dhe me depresion, sigurisht rritet edhe nevoja për konsulta me psikologun. Si mund të bëhet që të largohet kjo stigma që ekziston? Ndoshta kjo pjesa që ne si individ se cili ta krijojmë veten dhe të flasim hapur për atë se kush jemi dhe për përvojat e tona jetësore. Secili individ do të ka një
histori jetësore, pa marrë parasysh çfarë profesioni ka, çfarë niveli ose çfarë pozicioni në shoqëri ka, secili ka një të kaluar dhe një jetë emocionale dhe sociale në cilën ka kaluar në të kaluar. Po kështu që në qoftë se na jemi të hapur, secili individ, ta pranojmë veten ashtu si jemi dhe të flasim hapur për gjendjen apo shqetësimet në për të cilat ne kemi kaluar dhe rëndësinë e gjithë këtyre faktorëve ambiental që po ndikojnë me randu shëndetin tonë mendor dhe preventivat që duhet na me i përdor me pas kujdes në mirëqenien tonë të përgjithshme, besoj që me kohë gradualisht edhe vjen edhe vetëdijsimi me pas një nivel më të lartë shoqërinë tonë. Po, dhe sa i përket, sepse diskutuam pak a shumë për pjesën kur një person ka lodhje, por janë edhe pjesë të tjera kur ndoshta është në fazë depresione, çka mund të bëhet rutina në raste të tilla, pra nga shoqëria, sepse ndoshta personi ka në raste ndryshme e di apo nuk e di që është në një fazë të tillë, çka mund të bëhet nga shoqëria apo nga rrethi familjar që të ndihmojë një personi të tillë? Them të drejtën, Arta, unë jam më shumë fanë se asaj qasje që na secili duhet me qenë në një farë mënyre rrugës drejt përgjegjësisë për jetën tonë, se ku jemi edhe gjendjen që e kemi. Çdo herë në një farë mënyre, edhe nëse është një situatë që e konsiderojmë që është prej faktorëve të jashtëm, çdo herë e kemi brenda vetes një lloj përgjegjësie për gjendjen në të cilën jemi edhe për atë se si po ndihemi. Kështu që mendoj që si rreth, si shoqëri, është mirë me kuptu personin tjetër jo vetëm si objekt, por si qenie subjektive, për atë se si po ndihet, në për çfarë po kalon, e jo vetëm ajo se çfarë na lidh, se thjesht tu e pas parasysh vetë gjendjen tonë dhe ne nuk e kemi as pak të zhvilluar me pjesën e empatisë, diçka që personin tjetër i cili është duke kaluar ndoshta në një humor më të ulët apo gjendje depresive, i duhet mas shumti raportet, mbështetja e tjerëve në një situatë jetësore, po flasim. Por unë po them jam fan se saj që mos presim shumë ndoshta se si të qasën tjerë ndaj neve, në qoftë se na po kalojmë në situata të tilla, por të gjejmë alternativa, të lexojmë, gjejmë qasje se çfarë mund të bëjmë për veten tonë. Në këto raste, sidomos kur kemi të bëjmë me humorin e ulët apo temat e depresionit, është shumë e rëndësishme aktiviteti fizik. Do të thotë çka do që ne bëjmë që të spaku të lëvizjem, të jemi aktiv, edhe në qoftë se është fjala disa hapa, ecje, mandej vrapimi, apo fitnessi, apo çfarë do që është më e përshtatshme për individin, është nisma më e mirë drejt mirëqenies. Kështu që kjo është një diçka që na mundemi me bëhen me mënyrë të vullnetshme, mandej tjerat dimenzione. Po duat që të paktën e përmendet që fitnessi përveç për dukjen fizike ndikon edhe tek shëndeti mendor. Gjithsesi, sidomos te raste depresive, kjo është çelësi kryesor ku fillohet përmirësimet. Do të thotë është një diçka që mundemi me bë shumë thjesht edhe me pas qasje kushdo qoftë me aktivizu trupin e tij, kështu që kjo është një diçka që e kisha mundu me transmetu të gjithë njerëz ndoshta që po kalojnë në një kësi gjendje, kështu që një aktivitet fizik, çfarë do qoftë e bën dallimin në gjendjen. Rutina, nëse mbesim te kjo, cilat janë 3 gjërat mund të themi kështu që ndoshta i propozon që mund t'i bëjnë personat të ndryshëm për ta ruajtur shëndetin e tyre mendor. Pra 3 gjëra në kushte shtëpie, cilat nuk ka nevojë pra për të dalë diçka ekstra apo për të kushtuar diçka që cilat mund t'i bëjnë fare thjesht në shtëpi. E përmendëm pjesa e aktivitetit fizik, se çfarë do qoftë që janë mundësitë, rrethonat edhe aftësitë e personit me u aktivizu në aspektin fizik është shumë e rëndësishme. Aspekti tjetër është me pas shumë kujdes në raportet me të tjerë. Do të thotë raportet të cilat e rëndojnë gjendjen tonë, ose mi quajt ndoshta raportet toksike që shpeshherë edhe janë një kontribues i gjendjes tonë në cilën mundet me kalu personi, atëherë të investojmë në raporte të shëndetshme, në raporte të cilat janë të qëndrueshme dhe na dhojnë një farë burimi të energjisë. Kështu që definitivisht duna me përmend edhe pjesën e leximit apo pjesën edhe kënaqësisë të cilën e gjejmë në çfarëdo aktiviteti. Ku ndoshta
idealja kish me qenë që në çdo aktivitet që kemi brenda ditës ta ndjejmë një kënaqësi, edhe në qoftë se është puna që sot për shkak presioneve të mëdha nuk mundemi me ndërlidh me ndonjë kënaqësi, po definitivisht na duhet me u kujdes në ato dimensione jetësore që edhe puna duhet me na sjell kënaqësi, edhe raporti shoqëror me tjerë familjar duhet me na jap kënaqësi, po ashtu edhe aktivitetet fizike që i bëjmë, leximet që i bën tjetë në përputhje me dëshirat tona dhe në planet dhe qëllimet tona që i kemi për jetën. Pikërisht tek kjo, tek puna, sa është e rëndësishme balanca mes punës, mes jetës personale dhe pushimit? Sa është e rëndësishme pra kur flasim për këto 3 gjëra, si duhet ta dimë ta mbajmë një balancë? Kjo është shumë e rëndësishme se na bisedojmë për stresin kronik dhe kërkesat e vazhdueshme që ka psu me këtë ritmin e shpejtë jetës sot. Këtë ritëm po e përcjellin edhe nevojat që janë të punës kashi individit, ku sot flasim shpesh herë edhe për burnout, e cila është një fenomen jo vetëm të ne, po gjithmonë në botë, ku domethënë puna dhe ngarkesat që kemi nga kërkesat e jashtme po kontribojnë që na mos kemi atë balancë ose ta humbim balancën, po shumë është me rëndësi që thashë dhe ma herët me integru si pjesën e punës, si pjesën e pushimeve, kënaqësive, aktiviteteve të lira dhe jo të merret si një pjesë e ndame që jeta ime do të jetë vetëm në punë dhe energjia ime shkon komplet atje, është një diçka që për një kohë shumë të shkurt, ndoshta me thënë, varet prej individ sa ka reziliencë apo kapacitete me ballafaqu, po për një kohë të caktuar shkakton edhe burnout, edhe diçka që është e vështirë mandej me gjetë këtë ekuilibrin, po definitivisht duhet jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e asaj se mi caktu limitet tona edhe në aspektin e punës. Po, por edhe tek jeta personale, Urtina, shpesh dëgjojmë persona që thonë që du mu largu veç me ndalë telefonin dhe me qëndru vetë. Sa i përket pushimit, pse kërkohet një gjë e tillë? Kjo është një diçka që vjen edhe është shumë e natyrshme në fakt, se ne sot shohim edhe pse bëhen pushime, vazhdimisht jemi në rrjete sociale, jemi në telefonata, kështu që në qoftë se është ajo e para që neve na shkon ndërmend që kur unë të marr pushim nga puna, do të largohem prej rrjeteve sociale dhe prej kontakteve, kjo është më e shëndosha. Kjo është një diçka që po e kërkon organizmi jon, por shpeshherë nuk ja ofrojmë. Se prap kemi ideja se çfarë të bëjmë, çfarë të postojmë, me kënd bisedojmë. Kemi diçka që çdo herë kemi ngacmuar se cila na vjen përmes rrjeteve sociale, por e mira është që të dimë t'ja dhëmë vetes edhe këtë kohën, edhe pa rrjete sociale, pa kontakte me të tjerët, t'i kushtojmë vetes çatë kohë sa kemi të nevojshme. Po, dhe dua të pyes Urtina, sepse në këtë pjesën e fundit pak për kërkesat edhe për disa gjëra. Kur duhet një person të kërkojë ndihmën e një psikologu? Pra, kur duhet ta di që është gjendja për kërkuar një ndihmë profesionale? I ceka pak më herët tërthora edhe këtë pjesën që kur për një kohë të caktuar na shohim që kërkesat e jashtme i kanë të i kaluar kapacitetet e ballafaqimit tonë, dhe kjo do të thotë ndikon në mënyrën se si e bëjmë gjumin, në qoftë se kemi çrregullime të gjumit, në qoftë se kemi çrregullime në aspektin e të ngrënit, në qoftë se aktivitetet apo obligimet që kërkesat e jashtme që përpara na kanë sjell kënaqësi dhe sot nuk gjejmë kënaqësi, vjen deri te izolimi, vjen deri te ftoja e raporteve sociale, do thotë deri këto janë një shenjë mund të themi të serioze ku na shpihen drejt asaj që kemi nevojë për konsulta me një profesionist shëndetit mendor. Po, e para se të përfundojmë, çka mund t'ju thoni Urtina që atyre që janë duke kaluar një fazë mund të them kështu të rëndë emocionalisht dhe çfarë mesazhi mund t'u japni këtyre njerëzve? Mund të themi se është me rëndësi me kuptu që nganjëherë jeta na shpje në situata në të cilët nuk kemi shpresa. Na humbin shpresat për jetën dhe e vlerësojmë veten sikur jemi të vetmit që po e kalojmë atë gjendje. Por është me rëndësi me pas qartë se secili person ka ato fazat e veta të ulta, ka përjetimet negative,
ka ngarkesat e veta, ka situata të cilat nuk gjenë zgjidhje për momentin. Por kjo është një diçka momentale. Kjo është një diçka që kalon në qoftë se na e kemi në qasje të drejt përmirësimit. E kjo ka të bëjë, thash, që mu aktivizu në aspektin fizik, me provu me komuniku me dikën të afërt, me provu me ushqy ma mirë, me flajt ma mirë, me marë pushime për veten gjatë kësaj kohe, po gjithashtu shumë e rëndësishme edhe konsulta me profesionistë shëndetit mendor. Po edhe fare në fund si është të ardhme në shëndetit mendor, Urtina, a mendon që mund ndryshoj, mund të largohen këto stigmat, mund të ketë diskutim më të hapur, më të gjerë për problemet e tyre? Mendoj që nuk kemi rrugdalje tjetër. Do të thotë përderisa kemi kaq shumë faktorë të cilët e rëndojnë sot shëndetin mendor dhe mirëqenien tonë të përgjithshme. Do të thotë vetëm në zgjidhje të flasim hapur, të largojmë stigmat edhe të përmirësojmë cilësinë e jetës tonë në mënyrë që të kemi një mirëqenien më të përgjithshme. Kështu që kam shpresë që jemi duke shkuar rrugës si duhet, por patjetër që na duhet edhe pak kohë drejt asaj më të mirës ideales me arrit si shoqëri. Po, shpresojmë pra që do të kemi të paktën diskutime të hapura për Urtina. Falenderoj shumë që ishe këtu sot me ne dhe bëjmë këto diskutime që patëm së bashku. Faleminderit ju Bahart. Faleminderit shumë. Dhe dashur shikues, me kaq vetë do të përfundojmë edhe emisionin e sotëm të ditës së re.